E di, po, Endri, të duash një narcist, të jesh në një raport me një narcist. Mund të jetë gruaja narciste, është dikush një burr që ka një partnere narciste, pra të jesh partneritet me një narcist. Çfarë do të thotë? Se njerëzit e dëgjojnë dhe thonë, pa ai është djalë i mirë, ajo është grua e mirë, janë shumë të mirë, sidomos kur i shohim nga jashtë, ala me çifti të bukur, të mirë, po, për botën dhe për fasadën, ka dhe fëmijë në mes, po si ka mundësi që mund të shkatërrohet familja me fëmijë? Kur kanë edhe mundësi ekonomike pastaj, po si ka mundësi, kanë të gjitha, po çfarë kërkojnë nga ata këta njerëz etj. Në fakt, çfarë është narcisti në jetë? Dhe pse është e vështirë ose ndoshta edhe e pamundur të kesh një kopje, një çift të mirë për gjatë jetës me të? Po shiko, unë mendoj që e parë edhe në ditët që po jetojmë tani, narcizmi është, po themi, një nga temat më të diskutuara, mendoj unë. Sepse ndoshta edhe realiteti që ne jetojmë tani, të mirat materiale, teknologjia, këto fasadat e bukura i kanë nxjerrë shumë gjëra në sipërfaqe. Edhe elementet e narcistit unë mendoj që tani janë sheshit, i them unë. Domethënë i gjen kudo. Mendoj që marrëdhënia narciste ose marrëdhënia me një partner narcist ose narciste apo një person që ka ardhur nga një partneritet prej shumë vitesh jete me një narciste ose narcist është, mendoj, një nga raportet dhe një nga dinamikat më të vështira. Dhe mendoj që edhe në rastin kur ti je me dikë që ka ardhur nga një partneritet narcistësh, ai do të ketë dashur pa dashur qasjet dhe nuancat edhe traumat nga i partneritet që ka ardhur. Ndoshta disa gjëra mund t'i ketë patur brenda vetes dhe janë përforcuar. Ndoshta prej shumë vitesh jetë janë gjëra që janë të mbartura edhe në subkonsciencën tënde ti ose bën të njëjtën gjë ose kërkon të njëjtën gjë. Se shiko, edhe traumat, edhe dhimbjet ose edhe toksiciteti bën zonë komforti. Për sa kohë janë të njohura për ty. Pse ndonjëherë njerëzit qëndrojnë dhe ngecin në toksicitet? Atë njohin. Atë njohin dhe për tek kësaj nuk shohin dot, sepse ndoshta ajo e mira pas këtij murit narcist është shumë e panjohur për ta, edhe i frikson dhe pretendojnë se mund të rrinë aty, apo ndonjëherë ka dhe njerëz që viktimizohen, edhe bëhen prethe mund dhe fanatik të dhimbjes së vet. Edhe të çdo gjëje që po i ndodh rrotull që nuk është aty ku duhet. Është normale kjo, se dikush mund të jetë me vite në këtë raport. Të ngecur, më shkatroi jetën, më nxiu jetën, nuk është, zhduket. E kam 2 ditë, zhduket 5 ditë, më shkruan një herë më çon në qellën e 7, pastaj fenomenet që janë shumë tipike tani. Ose, pra, duhet të thënë se ne i dëgjojmë këto. Ghosting, zhdukja. Po, qajnë, vajza të mira, djem të pikëlluar që ti, po çfarë ka, po on and off, një raport kështu që jemi në situation, pastaj jemi ajo të helmona vash a vash. Pra, ja vlen këto në fund të fundit që në emër të dashurisë të përballesh me këto në moment që s'ke një rregullim, s'ke një korrigjim nga pala përballë, s'jemi perfekt. Po përpiqemi të përshtatemi me ata që duam vërtet. E vërtet, po edhe ajo do shumë fisnikëri edhe shumë guxim, po shiko, unë mendoj që... E bën dot të një narcist tek e fundit që ti bjem shkurt se të na dëgjojnë njerëzit. E bën dot një narcist dali nga vetja e tij, po që është dhe s'është, kaq. Jo, sepse unë nuk jam as psikologe, as terapiste të tjerë, por duke lexuar, se ne kemi bërë dhe librin, edhe duke lexuar absolutisht edhe për narcistët, fatkeqësisht thuhet që janë njerëz që nuk ndryshojnë asnjëherë. Nuk ndryshojnë. Me kalimin e viteve dhe me rritjen, po themi, në moshë, ndoshta do dobësohen ata pak më shumë si njerëz dhe nuk do jenë kaq të fuqishëm po themi në ato tentakulat e veta, por narcizmi është një plagë shumë e thellë se narcistët krijojnë ato skenaret e tyre dhe nuk besojnë asnjë gjë tjetër në rrotull dhe në botë përveç asaj çka mundi atyre i thotë. Nga ana tjetër kanë mungesën e empatisë. Domethënë kanë një mungesë empatie të frikshme, them unë. Nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë ta lëndosh tjetrin, apo ti thithësh palcën kurrizore të mund dikujt. Dhe zakonisht narcistët targetojnë njerëz që janë shumë të brishtë. Targetojnë njerëz që dashur pa dashur janë pak të dobët në karakterin e tyre. Targetojnë dhe empatikët. Patjetër. Sepse empatikët kanë aftësinë shumë të madhe që t'i analizojnë njerëzit emocionalisht shumë thellë dhe nuk heqin dorë kollaj. Targetojnë njerëzit që unë isha diku një prej tyre që mendoja që njerëzit mund t'i shpëtoja. Edhe këta njerëzit i targetojnë. E di.
domethënë e kanë kështu shenjestër këtë gjë. E di, po, ti bëre një roman dhe ke dalë nga kjo gjendje, unë vetëm një këshill të shkurtër kam për gjithë ata që janë në këtë raport. Block number. Delete nga jeta juaj. I shikoni në rrugë, ndroni rrugë, nuk I njihni më 3 muaj, është si puna e dietës, 3 muajt e parë pak të vështirë, në maksimum 3 muaj, se mund të jetë edhe 1 muaj. Dhe pastaj, po shiko, është pak e vështirë. Jeta fillon nga 0. Po është pak e vështirë, di pse, se ata të ngrenë në qell dhe pastaj të lëshojnë. Absolutisht. Dhe mënyra se si narcistët qasen me njerëzit dhe me botën është perfekte. E di. Narcistët janë njerëz shumë të suksesshëm, janë shumë të mençur. Janë njerëz që për shoqërinë bëjnë bamirësi, pra japin pothuajse çdo gjë të tyre, por ndërkohë për familjen e tyre, për partneren, janë shkatrues. Po dikush nga jashtë nuk e kupton këtë gjë menjëherë. E kuptoj. Domethënë do shumë punë, po do punë me veten. Unë mendoj që çdo gjë nis nga vetja. E qartë, block number, po më dëgjuat edhe të gjitha këto I bjem shumë shkurt. Pastaj edhe rim dhe flasim sa të donin. Kur ta kuptoni që është narcist, po, derisa ta kuptoni. Derisa ta kuptoni do ketë një problem. Engji, si e shet dashurinë? Çfarë është dashuria? Po, shiko, tani e mendoj kështu që është absolutisht fuqia më e madhe në botë. Dashuria të gjitha dimensioneve flas. Në këtë pikë nuk flas thjesht për dashurinë pra romantike për partnerin përballë, po është forcë, është shumë guxim. Është shumë e lehtë të biesh në dashuri me dikë që të duket I ngjashëm, që ka elemente apo tipare që ty të tërheqin. Domethënë, unë besoj edhe te dashuria me shikim të parë, besoj edhe te fluturat në stomak, që të zgjumi për atë njeriu që do të bësh, domethënë të japësh më të mirën e vetes tënde. Po të qëndrosh në dashuri është një punë shumë e madhe. Dhe mendoj që dashuri është e thjeshtë. Është. Të biesh dashuri është një moment, një shikim, një natë pa gjumë, flutura të gjitha, I ndjen, rritet adrenalina me pak fjalë dhe ti e kupton. Tani të qëndrosh në dashuri. Është punë. Është punë. Është punë. Unë mendoj që është punë. Dhe jo punë të marrim kazmën dhe të punojmë tokën, se ndonjëherë tingëllon kështu çuditshme. Ti besoj që do dashurohesh prap? Absolutisht që po. Unë më besoj kam shumë dashuri brenda vetes time, edhe do dashuroj dhe absolutisht do dashuroj me maturi, shëndetshëm, se ti rritesh, mëson edhe kupton shumë gjëra. Prandaj them që tani e kuptoj që dashuria është punë, dhe jo sepse unë nuk kam punuar që të qëndroj në dashuri, por është punë e dyanshme. Pra është një punë që do duhet të vijë nga 2 persona. E kuptoj. Asnjëri nga ne nuk është perfekt, ne të gjithë kemi të metat tona. Në fillim do shohim gjërat më të mira te personi përballë, pastaj rrugës do dalin shumë probleme. Por të kesh sot njerëz të mirë që përpiqen fort, me shumë pastërti dhe me shumë vërtetësi, mos ta humbasin partnerin ose partnerin që kanë, dhe për të qenë shok jete, me të mira dhe me të këqijat që ka jeta, janë shumë pak dhe janë shumë të rrallë. Dhe për mua është bekim që ne të kemi njerëz të mirë në jetë. Janë shumë të rrallë dhe do duhet që absolutisht aty të punojmë dhe të sakrifikojmë që mos t'i humbasim.